Përshëndetje, shenja e shigjetarit. Kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi faqa e shkopinjve, 4 shpatat, gjykimi, të dashuruarit. Në gjendjen personale, java juaj fillon me një shkëndi entuziazmi. Faqa e shkopinjve tregon një energji të re, një ide, një dëshirë për të provuar diçka ndryshe, ose një mesazh që ju zgjon kuriozitetin. Mund të ndjeni se brenda jush lind një motivim i ri, një ndjesi që diçka po ju thërret drejt një rruge tjetër. Për disa mund të bëhet fjalë për një fëmijë të vogël, por menjëherë pas kësaj energjie vjen 4 shpatat që është karta e ndalesës dhe reflektimit. Kjo sugjeron se ju nuk duhet të nxitoheni. Zoti sikur po ju thot merrni pak kohë për veten. Mendoni, qetësoni mendjen edhe trupin para se të merrni një vendim. Për disa mund të jetë një pushim i detyruar fizik. Në mes të javës shfaqet gjykimi, një nga kartat më të forta të zgjimit shpirtëror. Kjo tregon një moment kur ju mund të kuptoni diçka shumë të rëndësishme për veten ose për një situatë që ka qenë pezull prej kohësh. Pra mund të jetë një ndërgjegjësim i thellë, një e vërtet që del në dritë ose një mundësi për të mbyllur një kapitull të vjetër. Java kulmon me të dashuruarit, që në tarot nuk është vetëm kartë romantike, por mbi të gjitha kartë zgjedhjeje. Pra bëhet fjalë për një zgjedhje zemre për disa. Për disa mund të jetë një zgjedhje tjetër që nuk ka lidhje me romancën. Pra ju mund të gjendeni përpara një vendimi ku duhet të dëgjoni zemrën dhe ndërgjegjen tuaj. Kartat këshillojnë të mos e shtyni zërin e brendshëm, sepse kjo javë ju kërkon të ndaloni, të reflektoni dhe pastaj të zgjidhni rrugën që është në përputhje me shpirtin tuaj, jo vetëm me logjikën. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 5 shpatat, 10 monedhat, kalorësi i shkopinjve, faqa e kupave. Në familje mund të ketë një energji paksa kontradiktore në fillim të javës. 5 shpatat tregon tensione, keq kuptime ose një situatë ku dikush ndjen se ka humbur ose se është lënduar nga fjalët. Mund të jeni ju ose dikush në familjen tuaj. Megjithatë, kjo nuk duket të jetë një konflikt i thellë ose shumë i qëndrueshëm, sepse menjëherë pas saj shfaqet karta 10 monedhat, që është karta e stabilitetit familjar dhe e lidhjeve të forta. Kjo tregon se edhe nëse lind një debat apo një moment i vështirë, baza e familjes suaj është e fortë dhe e qëndrueshme. Kalorësi i shkopinjve mund të tregojë një person në familje që është impulsiv ose është shumë energjik, dikush me energji rinore, të papjekur, pra dikush që vepron shpejt, ndoshta pa u menduar shumë, ndërsa faqa e kupave sjell një energji më të butë, ndjeshmëri, pajtim ose një xhest emocional që rikthen sërish harmoninë. Kartat këshillojnë nëse lind ndonjë tension familjar, që mund të jetë edhe për shkak të stabilitetit ekonomik, mos reagoni menjëherë me impuls, sepse ju jeni ai që mund ta kthejë energjinë nga konflikt në mirëkuptim dhe afeksion. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 5 kupat, 3 shkopinjt, mbreti i kupave, 3 monedhat. Në dashuri, kjo javë duket shumë emocionale dhe transformuese. Dhe rrëfimi i kartave është shumë i thelluar.
Fillimi me 5 kupat tregon një ndjenjë, zhgënjimi ose trishtimi. Mund të mendoni për diçka që nuk ka shkuar siç dëshironit ju, ose për një situatë që ka lënë një plagë emocionale. Kjo kartë shpesh tregon fokusin tek ajo që është humbur, duke harruar atë që ende ekziston. Por menjëherë pas kësaj vjen treshkopint, karta e horizontit, e shpresës dhe e pritjes. Kjo tregon se ju filloni të shihni përtej zhgënjimit, ju filloni të kuptoni se jeta emocionale nuk mbaron me një moment të vështirë, përkundrazi ajo hap horizonte të reja. Në mes të kësaj historie del mbreti i kupave, një figurë shumë e rëndësishme në dashuri, që mund të përfaqësojë edhe ndonjë shenjë uji. Ky mbret përfaqëson një person emocionalisht të pjekur, të qetë dhe të ndjeshëm, shumë intuitiv, që mund të jetë një person që hyn në jetën tuaj, një partner që fillon të tregojë më shumë maturi dhe kujdes, ose edhe një transformim emocional që mund të ndodhë brenda jush. Pra mund të jetë ky mbreti i kupave. Pra mund të jetë një person, një individ që vjen në jetën tuaj, ose mund të jeni ju vetë që pësoni këtë lloj transformimi emocional brenda vetes. Në fund kemi 3 monedhat, që është kartë e bashkëpunimit dhe e ndërtimit. Kjo tregon se dashuria nuk mbështetet vetëm tek ndjenjat, por tek punimi i përbashkët për një marrëdhënie. Pra, narrativa e dashurisë për ju më lë të nënkuptoj se nga trishtimi ju kaloni drejt shpresës, dhe më pas drejt pjekurisë emocionale, dhe më pas drejt ndërtimit të një lidhjeje më reale. Kartat këshillojnë të mos ndaleni tek ajo që nuk funksionoi. Në vend që të fokusoheni tek e shkuara, hapeni zemrën për mundësitë që po afrohen. Kjo javë ju kërkon të ndërtoni dashuri mbi komunikim, mirëkuptim dhe bashkëpunim, jo vetëm mbi emocionet momentale. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 7 kupat, 8 monedhat, karroca, mbretëresha e shkopinjve. Në punë, fillimi i javës mund të sjellë shumë ide ose mundësi, por edhe konfuzion. 7 kupat shpesh tregon situata ku ka shumë opsione dhe nuk është e qartë cila është më e mira. Por pas kësaj kemi 8 monedhat, karta e përkushtimit dhe përmirësimit të aftësive. Pra, është karta ku ne mjeshtërojmë aftësitë tona. Kjo sugjeron se suksesi nuk do të vijë nga zgjedhja e shumë mundësive njëherësh, por nga fokusimi në një drejtim dhe puna e vazhdueshme. Karroca është një nga kartat më të forta të progresit. Ajo tregon se nëse ju përqendroheni dhe kontrolloni drejtimin tuaj, mund të arrini një fitore ose përparim shumë të rëndësishëm. Në fund, kemi mbretëreshën e shkopinjve, simboli i karizmës, vetbesimit dhe leadershipit. Kjo tregon se ju mund të dilni në pa për aftësitë tuaja, energjinë dhe vendosmërinë tuaj. Kartat këshillojnë të mos shpërqendroni veten nga shumë mundësi njëherësh, por zgjidhni një drejtim dhe punoni aty me përkushtim. Pra besoni në aftësitë tuaja, sepse kjo javë mund të tregojë se ju jeni gati të merrni një rol më të fortë ose më të dukshëm. Keni besim te vetja. Më besoni për këtë që ju them. Mesazhi shpirtëror i javës, pra Prism Oracle, thot happiness, lumturi. Lumturia këtë javë nuk vjen nga një ngjarje e vetme, por nga një proces i brendshëm që bëhet fjalë për reflektimin, vendime të zemrës, pjekuri emocionale, fokus në rrugën tuaj në punë,
Pra, kjo është një lumturi që lind kur ju pranoni të kaluarën, shihni të ardhmen dhe zgjidhni të ecni përpara me besim. Pra, kjo javë mund të fillojë me disa dyshime ose emocione të përzierura, por nëse ju dëgjoni intuitën dhe merrni vendime të sinqerta, ajo mund të përfundojë me një ndjenjë qetësie, drejtimi dhe lumturie të brendshme. Pra, nga karta Happiness tregohet se pavarësisht sfidave emocionale që mund të shfaqen, kjo javë ka potencial të çojë drejt një ndjenje çlirimi dhe gëzimi të brendshëm. Pra, lumturia këtu nuk vjen menjëherë, ajo lind, por pasi ju kaloni disa reflektime dhe vendime të rëndësishme. Paçim!